Mi mbroma gjithë ju që jeni duke na përcjell dhe duke na ndjek në ekranet e juve, mi mbroma edhe ju që nuk keni të na ndjek, që nuk është morë me dolën këshi me këshyr, gomni, dilni lirë të këshia, nuk ju lën, dilni të tjetër nuk e morë. E ju që as po muni kur qysh hiç më na ndjek, na javojmë besën mas emisioni që na më ndjek juve. Përshëndetje edhe për juve gjithë sajnë në sallë, ka këtë mirë, ka këtë trash, ta mën, hiç më s'javnin. Pashtu, na në emisionin tonë e përshëndesëm ranin e tretë. Po normal, kur ta përshëndesëm ranin e tretë, rani porë dhe i dyti veç dhije që rjenë të përshëndet. Ako më si një duat të kitje. Ako më si edhe duat të kitje për juve. Laku ka thonë dhe të me pas mjeshtri, unë e ki duat të kitje lipa për veti, po më dhe kekeqa, dhe dishi vesahina me nëherë ashtë pali dhe dishish. Emisioni jonë milioner është emisioni maj modhi që u hinë emisioni matë modhin në dënë. Dhe më thonë, kjo jam i është nën emision, a o dioni është ta mën emision, shumë i shikuar, dhe të thëtë është emisioni milioner. Mën është marrë me 5 euro, më bo 1 milion euro. Që ki këllak mënë. Atëherë pa humë bërko dhe pëse ko këmë sot dush, e ngrejhëm shito qështu. Edhe të rosëm kandidatët tonë dhe të cilët dhe të marrin pjesë. Hadi kandidatët. Që njëftoj atërena me Zotin Kryeministër Kosovës, po ashtu jena me Kushën edhe me doktorin tonë. Mirë sërë. Që ishte një vetën? Mirë faleminderit. A një kom shtë në herë në e kërë musafira? Po mërë që shjo, po mërë. Ku je kom shtë? Të dojt, pa djepse. Ode në Shtetet Bashkuara në Bruxelles. Unë të një kosërë jam i mas dorë, kësa konë shkoj. Atëre një njoftoj me lojnë milionerin, janë disa regla. Do të të pyetja e 5 i ka të garantuar 1.700 euro. Mirë. Pyetja e 10 i keni të garantuara 25.000 euro dhe pyetja e 15 i ka të garantuara 50.000 euro. Ue, a bë me njës 15 të fillë vlovi jam, hajde. E po jesim sa ura. A bëni vini, dektar, a bën morë na me programun vesh me lind, pa ja nisën atje. Atëherë shkojna me pyetjen e parë. Naima Bozi është burri. Burri mirë. Që burri mirë? Burri mirë po që po është burri. Pamela Andersonit nën O, nën B i Shakires edhe nën 3 i Mihrie Brahës. Shka bëja më në mësë? Vlen pyetja për 3. Kushën kam një origjona këto sanat, je informu mirë. Kusë gotë? Jetë, ka dalë kush se koncentru në theq pak i jarë. Naima Bozi, burri Shakires. Pamela Anderson, Shakires a Mihrie Brahës. Kush në të është Mihrie Brahës? Ja, më së gotë. A ban, nej gjëker me shvizu, së fa gjëker e kena? I kena 3 gjëkera se emisioni jonë afron shumë. I kena 3 gjëkera. Gjëkeri i parë është publiku, dhe më thonë, pit publikun. Gjëkeri i dytë është thirrmikun tuaj në telefon. A ban me thirrni vazhdanak se misti kam jashtë? A kish bo? Po bën këndur nëse problem. Edhe gjëkeri i tretë është 50-50. Po hin fill ball, gaj 50-50 bëjnë. Esëm na bro, gaj. Po më bën 50-50 po më nej. I hem dy në ban ta pyes publikun. Patjetër veç do të tunë të lexoj, atëherë jeni më ju. Shikues i nderuar, mirë se keni ardhur. Atëherë pyetja edhe një herë është Naima Bozi është burr i nën O Pamela Anderson, nën 2 Shakires dhe nën 3 Mihrie Brahës. Urna. Shakires. Një me Allahe. Ke vaj tirin dia, ule më zbajkon, ule. Atëra ka ti kush ndaj? Pun bara me këto vllavi jam. I kujna? Që e pam mirë. I kujna? I miris. A rëzikoj? Ta shokush. Edhe e presum regjin, e provon dhe sakt. E sakt. Regjia në ka qitë e sakt, pro jeni... Dhe të thëtë Naimi është i martuar me Pamela Anderson, jëpë me Mihrie Brahën. Ju keni fituar 750 euro dhe një thisë elektrike pazor. Faleminderit. Ku mu pas martu me naj kanë tjetër pas kum pas mira kavallet. E kështu që son të më këthuj pa asni cent. Sepse kjo është qëllimi im, kjo vizioni im, kjo Naimi Miris. Ashtu është. Atëherë shkojna me pyetjen e dytë, filozofi jonë Aristoteli ka thonë, për dashurin. Hajde. Ka thonë, njeriu ama mirë është me pas femnën mësuese a doktoresh. Ma mirë me pas femnën mësuese. Se sa doktoresh. Se? Sepse doktoresha thot hajde tjetri, ndesa mësusja.
Dersa mësuesja thot, hajde ta përsërisim edhe një herë, hajde edhe një herë ta përsërisim. Të pamposhtur e kanë jetë më najmor këtë paret. Është e saktë dhe keni fituar 1.500 euro që është tyria. Shkojmë me pyetjen tjetër. Kryeministër, ai ke hyp ski javë. Qeveria ime dhe une personalisht si kryeministër e Republikës së Kosovës në asnjë mënyrë nuk I kemi hypur skinjav. Dhe këtu duhet po të ncoj qartë se gjithë ministrat e qeverisë ime në asnjë mënyrë nuk din të rrëshqasin, nuk din të hypin skinjav, në përjashtim të Vlora Qitakut. Kohën e lirë ershet me saj dej një ministri, kështu që respekt për mirë sa Kërqelin. Atëre shkojna me pyetjen tjetër në vijim. Koncentrimi. Bum. Koncentronu. Pyetja e tretë është, sipas mjekësisë, fëmia në barkun e nënës lind, masi ti mbush nën A, 4 muaj, nën B, 8 muaj edhe nën C 9 muaj. Që më thjeshtë për mu është fëmia lind pasi që të mbush nën muaj nën A. Ka dalë, kushteresh, të më sëgot. Që më ka dalë muaj Ka dalë më sëgot të kush. O, ti djallë. Nën muaj bre? Nga dalë se ti e doktor, ti edhe I den është asë de. Ka dalë jarë më sëgot, se unë për të flasë për përvojës. Ku sa përvojë, bleti? O për të flasë për përvojës, o kush unë se ti me mjekësi që shë, po unë e ti me të kalcu që na ilja në nuse në këshiste, Po. O martur, rafsh për një vjet, I ka pos 3 fëmijë, kush ka të 13 në CEO kush. Kjo s'ka shumë në nën A është nën muaj mëdhina më zbaj gare. Normal atëherë është qyshtet doktorit se është nga Lami edhe keni fituar 3.000 euro, doktor, 3.000 euro. Tu rrit në. Atëherë filloj me një pyetje tjetër. Zoti ministra, apo një pyetje? Kryeministër. Kryeministër ai mira, po lodhni. Faleminderit shumë. Një pyetje është tash po vje vera me shku në Shqipëri, kur përfundon autostrada e kombit? Qytetarët e Republikës së Kosovës lirisht mund të shkojnë në bregun shqiptar, sepse shumë shpejt do të përfundon edhe autostrada. Rruga kombit do të jetë një rrugë e mirë, e madhe, e shkëlqyeshme, me ura dhe me rrugë 4 trakshe dhe me CD-ja live. Dhe shumë shpejt do të përfundoj dhe do të niset nga Prishtina, do të shkojnë në Kryqin e Komoranit, në Malishev, në Soarek, e deri në Prizrenin e shokut tim, mikut tim, dostit tim, haverit tim, Ramadan Mujës. Respekt për zotin Limaj. Faleminderit shumë. Unë kom qorë të kush që autostrada po bëhet e krejt ato apëtin kesh pak në gjorje. Edhe kom shumë qorë që autostrada ka miro bashka shpia jam. Po? Apo mërvesh, po lidhja se di ka po mbje, ka komu lidhën. Po vetë ka mu lidh kush në autostradë. Kush për lup e kemi lon mu lidh me nën kalime. Andaj, edhe kësaj radhe keni me shkuar si radhen tjetër në pushime, por prej vitet të ashëm përfundon autostrada dhe do të shkoni në autostradë. Por e kam një apel për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur shkoni në Shqipëri, lynu me dishka se kur po ktheni po vini si spesat përzhit prej temperaturës. Mire ki, valoja, mire ki se edhe na gjithë qështë po shkojmë në Fashimnije. Po shku vjetë që të kushën dam. O loj, keni familje ndurës këj minister, I bërtit kënon në vetë djallit, destan, dil pej detit vraftë, zëti, destan mos hinë djetit e të hanë peshkaqeni, e me të hongën peshkaqenit mytë baba ytë, dil ka. Nasmender. O unë interesant kur kesh me doktorin vjetë për shema, pëte. Mu kesh ke qështë në mërshim vesh Kosovort me këta Qipnisa, pëte. Ishtë temperatura 40 o kush, u rëzishim, kohë në urën jetojshim, veç kur veka I Qipnis. A, mo lali, e keni vapë? Ki kushem ja këtë, o kush në vyti sheku për qëfar vopë, o kur dhe ke, të barojë. Unë Kosovë, sa dasma edhe sa suneti bohen gjatë krejt vitit, nën A, 2500 nën B, 42.000 dhe nën C, 100.500, 74.300, 25.102. Marë breon këtë vend tonë këtë dasë më ndosë. Sa shpenzimi burë, s'ka nevoj për tonë këtë dasë ma, s'ka nevoj burë. Ani mosë në tia, pse burë shpenzoj njësë për këtë punë. Quajnë gratë halakate fistam në shpizura dreqa si më se tash. Leket ma betë të janë sa në të palidhje, me shpëzu parë palidhje. Gjermoni bre, Gjermoni, e këput komën nuk e merë lafë kush. Nënëci. Qka nënëci? A e një takë, kërëministër? Po. Nënëci, e presum regjin, ty të regjia ka dhënë përgjigjet sak, ju keni fituar 6.000 euro. Po, shahojri, pe dosmave, që?
Shkojmë pyetjen tjetër, kush i ka kënduar këto vargje? Mirë se vjen në vlla, mirë se vjen në vlla. Motis kina po, motis kina po. Çfarë opsioni është ki? Po, opsioni nën A është Genta Ismaili, nën Bëshkurt e Feza dhe nën C Katrina Selimi. Ja, kush asë një, unë asë është ai Genta, kësela ti bo. Genta Ismaili, Shkurt e Feza, Katrina Asë një, Selimi. unë asë në kush. Cili janë sipas teje, po? Është ai Smet Begjeti ai, që... Cili është? Smet Begjeti. Mirë se vjen o vlla, mirë se vjen o vlla, tash na jemi në to, o kur gjo nuk t'karo. Ku janë? Okej. O, kush e ki gabim? E ki gabim se kitë kong Genta ka bërë e mix. Shku ne, tu ne. Ja, mia ka. Që kjo, vaj bërë. Sa i ke bërë? Pyetja. Pore keni na një herë pore, me një herë shqiptarit e paret. Pyetja tjetër, Sali Bajrami. Kush? Qëskush, Sali Bajrami ka kënduar, në kohën e vetë më thonë, ka kënduar nën A hip-hop, nën D muzikë klasike dhe nën C opel. Orna. Valloj, kush je kam kushtar. Unë se ditë se këto mi do, cila është e vesinia, modern. Sali e di që e kënej ka do. A kur më dhe ma gjëno bat me fikza. Bat me fikza. Zemrat vjen fil, da ma kutia se rrëlda. Pëmnë të verda kutia të shanvita. Dhe këtë djevoni më do që mare. Faleminderit shumë.